sa herë në Kur'an është përmend fjala naim. Naim është një begati dhe kënaqësi e veçantë që njeriu përjeton. Do përjetimi i begatisë realisht, që kjo është naim. Ti mund të kesh begati, po nuk e përjeton realisht. Nuk e përjeton realisht që duhet, apo. Prandaj krejt kënaqësitë e dunjas janë meta. Në Kur'an, meta është kënaqësi e përkohshme, kënaqësi domthonë e pjesërishme. Shikon njërin këtë dunjë kënaqet me disa begati, ama gjithmonë nga brendia ka ata, ama komedek, komilon. Don, vdekja është ajo që realisht e shkput përjetimin e këndshut njeriut mes tij dhe mes begatisë. Këtë breng se kanë banorët e xhenetit fare, se kanë gale, për shembull, kushtimisht po them apo do në vende të caktuara me hyje me dashe porzohen, po vrahen, po thënë, s'ka kështu apo. Ata s'ka lëndime, ata nuk ka mërzi, nuk ka breng, nuk ka smundje. Andaj Allah ka në gjennatin u naim, gjenete po edhe naim, do në përjetim i plot i begatis, shfrytëzim maksimal i begatis, që realisht është inkurajim për besimtarët që të fitojnë gjenetin, po për te gjenetin edhe kënaqësitë e gjenetave. E begatia më e madhe e gjenetit është mundësia që ta shohim Allahun azza wa jall. Begatia më e madhe e gjenetit është mundësia që ta shohim Muhammedin alayhi salatu wasalam.